Zhvillime të rëndësishme kanë ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Shqipëri, ku Egli ka dalë nga shtëpia pas zgjedhjes së rënduar që pati ditët e fundit. Për të folur për këtë, kam të ftuar në një lidhje Skype nga Kosova, psikologen e njohur Atifete Sylla. Atifete, shumë faleminderit për këtë intervistë. Gjithashtu kënaqësi. Atifete, si e ke parë situatën më të fundit të Eglit dhe pjesën e daljes nga Big Brother? Pra, a ishte një vendim i dur i saj? Mendoj ka bo një gjohë shumë të mirë. Vërtet është përkeqësu gjendja e saj e shëndetit mendor, duke marrë parasysh edhe ato çfarë ka deklaru me rregullimet që ka pas. Prandaj mendoj se është gjëja e duhur, zakonisht njerëzit të cilët kanë probleme të caktuara të shëndetit mendor gjithmonë në situata të caktuara janë më pak imun ndaj këtyre rregullimeve. Atifete, para se të futej në shtëpinë e Big Brother VIP, Egli ka deklaruar, pra edhe më pas, që ka qenë pjesë, domethënë ka qenë e prekur nga atak paniku. A mendoni se banorët të tillë të cilët e kanë, po themi, të kaluar ose nuk e kanë kaluar akoma atakun e panikut, duhet të jenë pjesë e një formati të tillë? Patjetër që jo. Duke marrë parasysh atakun e panikut ose rregullime tjera, problemi është se ato sado që trajtohen gjithmonë një situatë e rëndë për ta mundet me shfaq probleme më të mëdha se tek ata individ të cilët nuk kanë pas këto probleme. Prandaj mendoj se ky format nuk është për njerëz të tillë. Mendoj se përkeqëson shëndetin mendor të tyre, prandaj duhet pasur shumë kujdes edhe shumë analiza ose vizita tek profesionistët para se të futen në këtë reality show. A mendoni se më thoj. Shpjegoj arsyet pse. Për shkak se duke marrë parasysh një ndër sfidat më të mëdha të individit në përgjithësi është situatat e reja ose problemi me ambientimin. Kjo është një sfidë në vete. Prandaj izolimi nga një komplet, nga një rutinë tjetër, aq më shumë duke i marrë parasysh personat VIP të cilët neve e dim kanë një jetë shumë më dinamike, edhe izolimi menjëhershëm vërtet mund të përkeqësoj shëndetin e tyre mendor. Tjetër presioni i madh i publikut, patjetër, presioni i lojës, 24/7 me individ me karaktere dhe personalitete të ndryshme, vëzhgimi 24/7, mos të harrojmë edhe duke marrë parasysh në shoqërinë tonë si Kosovë dhe Shqipëri, që neve vërtet kemi të rëndësishme shumë familjen edhe njerëzit tonë, gjithashtu ai presioni se si na shohin neve të afërmit, edhe kjo është një faktor, kështu që mendoj vërtet është një lloj eksperimenti social, si në përgjithësi për kategorinë VIP patjetër që është më sfiduese për shkak të presionit të cilët ata zakonisht kanë jetën e përditshme edhe kanë predispozit për rregullime të ndryshme duke marrë parasysh se jetën private kanë të cenuar dhe janë gjatë gjithë kohës në presion të publikut, por edhe për kategorinë për njerëz privat ose kategorinë tjetër vërtet është goxha sfiduese për shëndetin mendor. Mendoni që izolimi i Eglit ka ndihmuar në përkeqësimin e gjendjes së saj dhe si e shikoni idenë që ka pasur në rrjet që ajo mund të ketë një rikthim të mundshëm përsëri brenda Big Brotherit? A do ishte e këshillueshme? Pa dyshim e ka ndiku, këtë nuk e dyshoj, jo nuk e kisha preferu, përkundrazi do të përkeqësohet, ajo nuk ka bo si duhet është pse nuk është të hiq më herët, edhe mendoj si parsore është shëndeti mendor, jo vetëm i asaj, po i të gjithëve aty. Do të kalojmë pak edhe tek banori tjetër nga Kosova, Gjesti, i cili pashtu ka disa kohë që nga një format i njëjtë
i Kosovës, Big Brother Kosova, kaloj në formatin po të njëjtë në Shqipëri, Big Brother Shqipëria. Sa ndikon kjo tek gjesti dhe si mund të jetë gjendja e tij kur ka kaq kohë në izolim dhe mund të ketë në izolim më shumë se banorët e tjerë aty? Unë mendoj, jo vetëm e gjestit, po secili prej banorëve aty është në një gjendje të rënduar. Në aspektin emocional, duke marrë parasysh gjithë ato çfarë thash, konkretisht për gjestin jam më se e sigurt, sipas daljes së tij, do ketë një kohë të gjatë probleme të theksuara të shëndetit mendor. Dhe unë mendoj si do e ketë të domosdoshme vizita tek profesionistët e shëndetit mendor. Po edhe aty mendoj si vërtet gjendja e tij është kogja shqetësuese. Kemi parë edhe gjestin në Big Brother Kosovë dhe ka pasur një raport me Xhenetën, por në fakt ndryshe nga raporti i Eglit, raporti me Xhenetën ishte raport më dominues nga ana e Xhenetës. Ndërkohë në raportin që kishte me Eglin, sa i kishte, ishte Egli që ishte më pak inferiore ndaj Gjestit, ku Gjesti po themi e ignoronte, nuk pranonte, nuk i shkonte nga mbrapa. Si e ke parë këtë raport dhe si shpjegohet kjo që për po themi brenda një muajsh ka pasur ndryshime të kësaj natyre? Së pari, në varësi të asaj neve nuk e dim çka kërkon ose çka e pëlqen Gjestit tek një femër. Ka plot individ ose mashkuj të cilët të cilët tërhiqen nga ato femrat që nuk kanë sjelljen e butë ose që nuk sillen më vrasht, kështu që këto nuk mundemi me ditë. Tjetër, ajo që ka mendoj si ka ndodhur është edhe ndryshimi në ambient tjetër, nuk e dim neve ai si e ka pa lojën ose strategjitë e tij, kështu që për këtë nuk mundem me dhënë një mendim të saktë, por ka mundësi edhe lojën të cilën ai ka planifikuar, ndoshta nuk ka qenë edhe vërtet nuk është e njëjta me ato të Big Brother Kosova. Doktor Eshen, besoj se e keni parë lojën. Pak javë më parë, Gjesti me një vendim riktheu përsëri në lojë Jozin dhe Xhibanin, dy personazhe për të cilët ai kishte mjaft kritika dhe dolën me zarfëzi si pasojë e veprimeve ekstreme ndaj Gjestit. Si shpjegohet që i dhunuari fal dhunuesin, apo është thjesht pjesë e lojës që duhet luajmë? Është pjesë e lojës, mendoj si nuk është se i ka falë, thjesht është pjesë e lojës, ndoshta për t'i sfiduar edhe një herë. Kjo nuk besoj si ka falë, thjesht mendoj si ka dashur me rikthy mundësinë për t'i sfidu. Nga banorët e Kosovës dhe të Shqipërisë, kush mendoni ju që ka ndryshuar sjellje për shkak të izolimit? Mendoj që të gjithë në mënyrat e veta. Emocionet ose shpërthimet janë jashtëzakonisht, ose shpërthimet ose ato janë nga një temperament shpërthyes, ka disa banorë të cilët vërtet tani janë më pasiv ose kundërta, kështu që në përgjithësi tek secili dita ditës shihen ndryshime tek shëndeti i tyre mendor. Edhe mendoj si akoma neve kemi me pa këto, mendoj si kjo është më e dukshme nga profesionistët e shëndetit mendor, nga sjellje ndoshta që duken normale, të cilat vërtet karakterizojnë ose janë një sinjal i problemeve të cilët ata për momentin kanë ose presionin në të cilin janë, presionin emocional. Pse shpeshherë banorët që janë brenda shtëpisë së Big Brotherit kanë koncepte të gabuara, ndryshe se si janë përjetuar në publik. Pra, përjetimin publiku mund mendoj shumë ndryshe nga që mendon ai vetë në të vërtetë se si është parë nga publiku. Po mungesa informacionit, pastaj
presioni nuk i lejon nga njëherë të jenë qest të vëmendshëm, që të luajnë edhe të shohin gjërat ashtu siç janë. Kështu që mendoj si mungesa e informacionit, koncentrimi nga njerë më i tepër se sa duhet në lojë, i bën që ata të mos perceptojnë mirë ato çfarë drejt ato çfarë e luajnë ose ato çfarë e bëjnë. Kështu që mendoj se kjo është arsyeja. Mendoj si vërtet ata nuk janë në gjendjen më të mirën për me analizu ose me qenë racional në raport me ato edhe çfarë bojnë aty. Kjo është e gjitha. Doktoresha, shumë faleminderit për kohën. Gjithashtu faleminderit edhe juve. Faleminderit.